Assalamu alaikum wa rahmatullah. Imam Ibn Rajabi, rahimahullahu ta'ala, në komentimin e Sahihut Imam Bukhariut, me emrin Fathul Bari, është emri I njëjtë si kurse Ibn Hajarit, thotë kështu: u bën bashk shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe folën për kohën kur pranohet lutja në ditën e xumë. Dhe ishin të një mendimit sa e kohë është ora e fundit në ditën e xumë. Do të pas I qëndje deri në akşam. Sot është dita e xumë, shfrytëzojnë e kohën për të bërë dua, e Allah I madhëshëm I pranoft lutjet tona inshallah taala. Pra, mas I qëndje deri në akşam, kush ka mundësi me shku në xhami, e me nejt në xhami, e me bërë dua, sigurisht se ka me emri kohën kur Allahu I pranon lutjet e besimtarëve. Allah I madhëshëm I pranoft lutjet tona. Allahu ndihmoft muslimanëve në Gaza, Allah I shkatëroft agresorët sionist dhe gjithë ata që I ndihmojnë dhe shkaktojnë ato masakra dhe gjenocide të papara deri më tash në botë. Allahu Dhullxal inshallah nuk na dënon neve për paaftësinë tonë që të ndihmojmë ata me gjëra më të mëdha dhe konkrete. Allahu ndihmoft dhe zullumqarët I shkatëroft inshallah taala.